nëse ne mësojmë ta bëjmë rregull, po flet tjetri, dëgjoje. Ndale veten, okay, do e kesh idenë, po do e flasësh idenë, a sheh? Okay. Ose kur tham pak më herët, okay, po të pije diçka ose po të ha diçka, po hajtë të shohim ç'është është me prit. Nëse po na ha çokolada, hajtë të shohim ç'është është me prit me dashjen tonë, me qëllimin tonë, me pajtueshmërinë tonë, po pres 5 minuta, po më ha shumë, po pres 5 minuta. Po mpijet shumë, hajde po pres 5 minuta në farforme. Përveç kësaj në farforme, pra emërtimi i emocioneve tona, çfarë është zemërim për mua, ku po ndjej atë zemërim, çfarë ide dhe çfarë ndodhim ka shkaktuar atë zemërim, çfarë do të thonë ajo për mua, për trupin tem, që do të thonë ajo për qenien tem psikologjike, që do të thonë ajo për relacionet e mia me të tjerët, çka do të thonë ajo për kontekstin e drejtësisë dhe të padrejtësisë që unë gjykoj, që do të thonë ajo për kontekstin e mirënjohjes dhe pamirënjohjes, që do të thonë ajo për kontekstin e barazisë dhe barazisë. Kemi qindra koncepte sociale, psikologjike dhe të shoqërisë që ne do të më dhanë një kuptim të vetëdijshëm dhe thellë. Dhe nëse person individi ka një kuptim të vetëdijshëm dhe thellë dhe din me kriju relacionin mes këtyre koncepteve dhe vetës, me kuptu qartë ku po rëndojnë ato, ku ka diçka që do të zgjidhet, qysh me i trajtu, padyshim që i zhvillu durimi, i zhvillu mirëkuptimi, i zhvillu toleranca, po i zhvillu nga njerë dhe aja valla ndjenja për sakrificë, po i zhvillu nga njerë dhe ndjenja për me duru dhe me mbajt dhimbjen, hatri i shoqërisë një farforme, ose hatri i të mirës përgjithshme. Më kujtohet një vallaj citati, një autori thot, nëse ne, secili prej neve, nuk kishim me heq dorë nga një herë, edhe prej disa të drejta tona, kur po themi drejtë është e drejta jona, po nëse ne nga një herë nuk heqim dorë, edhe nga disa të drejta tona, për hir të kohezionit përgjithshëm, kjo botë kish më shndrru në kaos. Dhe ne dysi sikur po shkojmë çdo herë më shumë nga kjo tendenca, jo, është e drejta ime dhe do e bëj, është e drejta ime dhe do e bëj. Pra, nuk funksionon gjithçka vetëm në drejtësi. Pra, ideja është për tolerancë. Ideja është për tolerancë. Heqën dorë. Ideja është për me kuptu që ne nuk jemi me qëllimin e vetëm individual, të shijojmë gjithçka nga pasionet e kësaj bote, e kësaj jete. Por ne jemi strukturë, ne jemi mekanizëm. Dhe kur jemi strukturë dhe mekanizëm, nganjëherë pesha e mekanizmit do bjerë mbi supet tona, që mund të duket pa drejt, por ne do të durojmë për hir të mekanizmit, e nganjëherë disa pesha tona do binë mbi mekanizmin që edhe mekanizmi do të durojë për hir tonin. Pra e kupton, janë bashkëveprime, pra sikur mjetet motorike të një makine, pra ai fallën ndrushi shpejtësi ose me njaqi dhe motori, pra nganjëherë mund të hedhin këtë presionin më shumë të njëri tjetrit për shkak të mos funksionimit të mirëfillt, ama makina duhet me ecë. Ose ajo nëse ka me fillu me pas inate, individuale mes pjesëve, komunal, dhe ka me prish vizionin e përgjithshëm. Unë shpesh e them me klientët e mi kur bëj trajtime, qoftë në çift, qoftë familjare, qoftë individuale, mos harroni për disa teka edhe kurthe momentale emocionale, mos humbni qëllimet e mëdha. Mos e humbni që të fallë lëvizjen e madhe të makinës, pra makina do të më ecë, edhe shoqëria është makina e madhe që do të më ecë. Edhe jo me fillu me ushty pjesë mes njëna tjetrës. Jo te e bane, jo te se bane, jo tash kjo rrota preken gurë, kjo tjetra s'preken gurë. Jo, makina do të me ecë. Sepse çdo çështje tjetër ka me dëmtu vetë misionin e makinës. Pra, kupton, nasha po flas pak me simbolika, po tentoj me konkretizu dhe me thjeshtësu më shumë çështje.